Shqipëria është pozicionuar si vendi më i keq nga UEFA sa i përket sjelljes së tifozëve në stadium. Raporti mjaft shqetësues është publikuar dje dhe përfshin edicionin 2024-2025, edhe pse numri i tifozëve shqiptar nuk ka qenë më i lartë i mundshëm as për kompeticionet europiane, sërish UEFA konsideron fakt se sjellja e tyre është më e keqja. Vetëm tifozët në stadiumet e Shqipërisë ka një vlerësim poshtë notës 7, pikërisht 6.7, bëhet fjalë për 66 ndeshje të vlerësuara gjatë edicionit të kaluar që japin këtë mesatare. UEFA dërgon një delegat për çdo ndeshje në kompeticionet e saj europiane, i cili më pas jep vlerësimin e tij dhe që rezulton me përfundimin në fjalë. Në fund të renditjes së publikuar me 53 shtete ndodhet po ashtu Kroacia, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, vende këto që gjithsesi kanë vlerësime më të larta se 7. Kosova pozicionohet në vendin e 41 me vlerësimin mesatar 7.75 për 73 ndeshje të zhvilluara, ndërkohë në krye të listës për sjellje thuajse shembullore të tifozëve janë Ishujt Faroe, Moldavia dhe Kazakistani. Bielorusia nuk është lejuar që të luajë ndeshjet e UEFA-s me tifozë në sezonin 2024-2025 dhe prandaj nuk bën pjesë në vlerësim. Edhe Rusia është e përjashtuar dhe nuk bën pjesë në vlerësim.